Pra, vetëm motra e tërmetit kishte marrë nga vllau i tij apo rreth i tij 60 sa milion euro tendera. Ja, ky është Edi Rama për mjeditorët, ky është Edi Rama për banorët e Veriut. Një armik në gen. Sepse, pse e them në gen? Sepse Enver Hoxha e kishte në rreth të kuq Veriu. E konsideronte zonë armike. Pra, po familja, çfarë bëri? Ka sjell në parlament dhe miratoi me dhunë ligjin më të turpshëm, më shkatrimtar për gjinin njerëzore, që është vepër e Zotit. Burrë dhe grua, djalë dhe vajzë. Ligjin me të cilin fëmijëve tanë, nipave tanë, mbesave tona, stërnipave tanë, do të diktojnë gjinin tjetër nga ajo që kanë lindur. Ligjin, miq, ekzistenca e një shoqërie të vërtet është rrezik të madh. Ju e dini, Manifesti dhe Marksi, gjallë me zile, armik të egër, kishin pronën private. Ajo, thoshte Marksi, është nëna e të gjitha të këqijave. Tani, post-marksistët, këta, marksistët, ekstremistë e majt, tani merren me gjinin dhe konceptojnë liri ndryshimin e gjinive. Dhe kjo rrymë njerëzore mori hovë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Lavdi Zotit fitoi Donald Trumpi dhe e ndaloi. Dhe tani më thonë mua që po pse për Trumpin? Po jo si jo. Po shpëton familjen. Ajo kandidati atjetër në qoftë se u kujtohet, dilte miting dhe u thoshte se emigrantët ilegal që do vinë në Shtetet Bashkuara do t'ja ndryshojmë gjinin me paratë e shtetit atyre që duhen. E kuptoni ju që ishte kjo? Të përdore fuqinë më të madhe të botës për të zezat më të mëdha, për shkonfigurimin e njeriut. Ky ligj u votuar në Tiranë, u votuar në Shqipëri nga Edi Rama para 2 javësh. Dhe më keq. U zhduk, u prej, u sharrue një kolonë kryesore të drejtave të njeriut. Prezumimi pa pafajësisë. Sipas këtij ligji, po akuzove, je i fajshëm gjersa të provosh që s'ke faj. A nuk është kjo një diktaturë e egër që pret këtë vend? Dhe më keq, Prifti që lexon Biblën, Hoxha që lexon Kuranin, dhe paraqet familjen, vlerat e saj sipas mësimeve të shenjta, mund të shkojë në burg, sepse duhet për kufizimi post-marksist i saj. Isha një takim në Tiranë dhe e ngriti një qytetar, e ngriti me forcë, ai propozoi, bëri një propozim të mençur.
Ju tha, duhet keni një podcast, të flisni vetëm për familjen, pa familjen, se në rrezik familja. Po kërcënohet familja, ta di njerëzit se që mësojnë. Filluni çuan librat, i kishin gati librat. Për të thënë fëmijëve se nuk je vajzë ti, po që se ti mendon se je djalë, edhe jepi hormone pastaj. Apo nuk je djalë, po je vajzë, po që se do në kështu i beri hormonet. Po si mund të ndërhyjë shteti në gjinin e fëmijëve? Si mund të ndërhyjë shteti në mësimet bazë që jepni ju, që jep familja fëmijëve për nënën, babën, vllaun, motrën, për familjen, për gjinin? A ka ndërhyrje më tegër se kjo? Na edhe kjo foltore është edhe për familjen, për të shpëtuar familjen. Na edhe kjo foltore nuk është më vetëm foltore demokratëve. Kjo foltore është e të gjithë shqiptarëve, të cilët i thonë prindit prind, babait baba, nën, vajzës vajzë, djalit djalë. Që nuk donë t'ja u shkonfigurojnë me këto akte. Por kjo foltore është për shpëtimin e demokracisë. Miq, ju jeni dëshmitar se çfarë kalvari kaloi kjo forcë politike. Ju, të gjithë së bashku e kaluam. Një përpjekje e madhe për ta zhdukur opozitën. Një përpjekje e madhe për një Shqipëri pa opozitë. Ata që bënin këto përpjekje, ata në ekstremistë të majtë. Ata donin me çdo kusht që pushteti Edi Ramës të çelnikosej. Ata mbronin drogën e tij. Ata mbronin krimet e tij. Ata mbronin farsën e tij elektorale. Kjo është e vërteta. Por ne qëndruam, u përpoqen ta bëjnë cop-cop. Përdorën arreste, përdorën gjitha mjetët. Por ne nuk shumë ato të vërteta që besojmë. Jo, nuk inë shumë. Dhe i mbrojtëm ato. Sot, ne jemi një opozit në shumë aspekte më e fortë se kur. Ja u them unë ju. Dhe nuk se cilët jemi ne, ndalemi për një moment. Ku ishim ne 4 vite më parë? Çfarë bën kundra nesh 4 vite më parë? Si u përpoqen ta shuanin ne? Me gjykata, me prokurorie, me të gjitha me radhë, me izolimin më të thellë. Sot, ja ku jemi. Me mbështetjen më të madhe që s'ke mbatur kurrë. Njeriu që ju mbështetët, që e sankcionuan, që e vunë në arrest. 2 javë më parë, organizata më e madhe e forcave politike të botës e ndëroi duke zgjedhë zëvendës president. Dy,